marrjen e 35 hektar tokë. Por në fakt, jo vetëm kjo situatë në fakt I ka rënduar pjesën më të madhe të banorëve, fillimisht është aluduar se do të ishin 70 hektar tokë, por sigurisht ka pasur kundërshtime nga banorët dhe 35 hektar tokë të cilët tashmë me vendim të Këshillit Bashkiak I kalojnë bashkisë, e cila mund t'japë me qera këto toka. 35 hektar në fakt sipas bashkisë kemi të bëjmë me një tokë pemtore, jo kullot, çka nuk ndikon sipas tyre tek banorët. Por banorët thonë se pjesa e tokës e cila nga ana e bashkisë në dokumenta rezulton që është tokë pemtore, në fakt është kullot e cila ka qenë në përdorim dhe në shfrytëzim nga ana e fermerëve dhe banorëve të kësaj zone. Unë për momentin kam me vete dhe një nga banorët e fshatit Shëraf, I cili ka qenë prezent edhe në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, po ashtu edhe e ka kundërshtuar pikërisht këtë vendim të marrë nga ana e bashkisë. Ai do na tregoj në fakt sa të nevojshme janë këto toka për të mbajtur ekonominë e tyre familjare, pasi ne e kemi përmendur edhe më herët edhe në protestat të cilat ata kanë zhvilluar disa herë në Çraf dhe në qytetin e Pogradesit, ata e kanë shumë të nevojshme që këto toka t'i mbeten sigurisht fshatit edhe në përdorim, por edhe në qoftë se këta të fundit do të detyrohen nga ana e bashkisë të paguajnë një farë qeraje dhe të vijojnë të jenë pikërisht në fshatin Çraf, pasi pjesa më e madhe merren me blegtori, çka I detyron këta të fundit që nëse këto toka do të merren të heqin tufat, edhe disa prej tyre në komunikimin që unë pata më thanë që do largohen, do shkojnë emigrant, pasi mundësia e vetme e tyre është pikërisht blegtoria. Sa të vështirë e kini ju në këto kushte, ku edhe nga komunikimi që keni pasur edhe me bashkinë, të jeni të njëjtën situatë. Bashkia të marrë një vendim I cili ju cënon ju deri diku. Në vendimin që mori bashkia, neve na kufizon fare, na I mbyll si punë që neve jetojmë, nuk e kemi ndonjë biznes për të fituar para që të bëhemi bosa si shton këta. Ne kemi një biznes që mbajmë familjen e bukur shem fëmijët. Sa banor mund të jeni që ekonominë tuaj familjare e keni të lidhur pikërisht me blegtorinë? Po pjesa më e madhe e banorëve që jetojnë këtu në fshat merren me blegtori, se tjetër nuk ka, mundësi tjetër këtu jetese nuk ka, vetëm blegtoria ka këtu. Dhe këta vinë ta marrin dhe duan të na përfundojnë fare, të mos ekzistojmë fare neve, nuk e dim çfarë qëllime kanë këta. Mënyra e jetesës atje varet, në kullotat, me baktit kullotat janë.